Momenti kur Eliona u thye në lot në Big Brother Kosova ishte një nga ato qaste që e ndalin lojën dhe e kthejnë shtëpinë në jetë reale. Jo strategji, jo debate, jo nominime, vetëm një vajzë, një histori dhe një dhimbje që nuk ka nevojë për kamera për të qenë e vërtetë, me zërin që i dridhej dhe me sytë e mbushur me lodh. Eliona tregoi një pjesë të jetës së saj që shumë kush nuk e njihte. Ajo rrëfeu se për 6 vite kishte jetuar larg familjes së saj, në një familje gjermane, duke u larguar nga rënjët, nga përqafimi i nënës, nga ajo siguri që vetëm shtëpia ta jep. U kthye vetëm 13 vjeçe, në një moshë kur fëmia ka më shumë nevojë se kurrë për nënën. Por fati nuk e priti, pak kohë pas kthimit, nëna e saj ndëroi jetë. Dhe aty, në atë rrëfim, dhimbja nuk ishte vetëm humbja, ishte pendesa e pashprehur, ishte mungesa e viteve që nuk u jetuan bashkë, ishte pyetja që mbetet përgjithmonë pa përgjigje, po sikur të kisha qenë më shumë me mamin tim. Lotët i rridhnin pa ndalur. Nuk ishin lot televiziv. Ishin lot që binin ngadalë në përfaqe, lot që vinin nga një fëmijëri e ndarë, nga një zemër që u rrit më shpejt se ç'duhej. Në ato sekonda, Eliona nuk ishte më banore e Big Brotherit, ishte një vajzë e vogël që ende mban brenda vetes mungesën e nënës. Ajo foli për keqardhjen që nuk pati kohë të mjaftueshme me të. Për dashurinë që nuk arriti ta jetoj plotësisht, për fjalët që ndoshta nuk u than kurrë. Dhe kjo është dhimbja më e madhe, jo humbja vet, por koha që nuk kthehet më. Ky rrëfim preku jo vetëm banorët në shtëpi, por edhe publikun jashtë. Sepse shumë njerëz e pan veten te Eliona. Te fëmijët që rriten larg prindërve. Te ata që humbin shumë herët nënën. Te ata që jetojnë me mallin dhe pendesën e heshtur, Big Brother Kosova shpesh shihet si lojë, si spektakël, si dramë e krijuar. Por momente si ky tregojnë se brenda asaj shtëpie ka histori që nuk krijohen për kamera, por që dalin nga thellësia e shpirtit kur dhimbja nuk mbahet më brenda. Eliona tregoi forcë.